Përshëndetje të gjithëve, jemi së bashku drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjek. Krerët e shtetit, drejtues të lartë të drejtësisë, miq dhe kolegë nga i gjithë vendi nderuan në omazhe shtetërore gjyqtarin e apelit Astrid Kalaja. Pas Tiranës, omazhe do të vijojnë në qytetin e lindjes në Shkodër, ku gjyqtari do t'i jepet dhe lamtëmira e fundit. Gjyqtari u qellua me pistolet në sallë pas shpalljes së vendimit që rrëzonte një ankimim të familjes Shkambi. Autori Elvis Shkambi, xhaxha i tij Gjon Shkambi u arrestuan së bashku me rojen e sigurisë, i cili nuk reagoi kur detektori sinjalizoi se një shtetas po hynte në gjykatë me armë. Siguria në gjykatat shqiptare është zero dhe duhen marrë masa për situatën kritike, deklaroi kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi pasi nderoi në omazhe kolegun e vrarë. Prokurori i përgjithshëm paralajmëroi thirrjen e mbledhjes të gjithë prokurorëve për të diskutuar mbi situatën, që prej ditës së djeshme janë pezulluar të gjitha proceset gjyqësore, avokatët bojkot deri të premten. Pas vrasjes së gjyqtarit në sallën e gjyqit në reagim për sigurinë, Këshilli i Lartë Gjyqësor fajson policinë që nuk ruan gjykata duke i referuar një VKM të vitit 2010. Por emisioni i Repolitics në Report Televizion zbulon se ka një VKM të vitit 2020, e cila thotë se roli i KRG-s është vendimtar për hartimin e politikave të sigurisë në gjykata. VKM-ja specifikon se janë punojësit e sigurisë që duhet garantojë sigurinë dhe rregullin në gjykata dhe jo policia e shtetit. Elvin Gogaj, Adnan Xholi dhe Doloreza Musabelliusi dhe Klodian Braho janë 4 prokurorët të cilët kanë dorëzuar deri tani në Këshillin e Lartë të Prokurorisë aplikimin për kandidat për postin e kreut të ri të prokurorisë së posaçme. Sot është afati i fundit për të bërë pjesë e garës. Në 10 orë mbaron mandati i kreut aktual Altin Duman. Vetëm në javën e parë të muajit të ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit janë kryer 779 mamografi nga gratë dhe vajzat. Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria Sala bën thirrje të mos neglizhohen kontrollet. Në të gjithë vendin janë 16 mamografi stacionare dhe 2 njësi të lëvizshme që ofrojnë shërbim falas. Skuadra e vajzave të Vllaznisë zhvilloi stërvitjen e fundit në prag të ndeshjes me Interin në Itali, sfidë e vlefshme për UEFA Women Cup. Trajneri Vllaznisë tha se skuadra shkodrane ka të gjitha kapacitetet për një rezultat pozitiv në përballjen e parë ndaj italianëve. Ndeshja Inter Vllaznia për vajza do të luhet në qendrën e trajtimit të rinjve të Interit në Milano sot në orën 18.